Kjo pjesa e Berishës ndryshon pak nga zoti Velia, sepse rregullore e parlamentit shkruan shprehimisht, kur mungon më shumë se 3 muaj pa arsye. E ka, më fal, 6 muaj. E ka me arsye pa arsye, e ka të përcaktuar termin, kurse në lidhje me kryetarin e bashkisë për këtë 3 muajshin, nuk ka asnjë citim me arsye pa arsye, thjesht i mungoi 3 muaj mjafton sepse ndryshe nga parlamenti ku janë 140 deputet dhe mungon një deputet 6 muaj nuk ndikon në cilësinë e parlamentit, Erion Velia është kryetar bashkie dhe është një institucion monokratik që është udhëhequr nga një person dhe mungesa e tij patjetër që e dëmton tmerrsi shumë bashki në punët e saj të përditshme. Nuk mendon që qeveria ndoshta duhet ta kishte provuar se sa thjesht me çështjen e mungesës së tij? Unë mendoj që vendimi i gjykatës... Se për shembull mund të ketë vendime të caktuara, për shembull, që ka nevojë për prezencën iminente të kryetarit të bashkisë. Kjo nuk u provua. Kjo është e para. Dhe e dyta, ti e di çfarë respekti kam për këtë gjykatë kushtetuese. Po në fund fare, gjykata kushtetuese ka merr vendime dhe këto vendime duhet të respektohen. Askush më pengon të them që vendimi, ja një sekondë, askush më pengon të them që vendimi i gjykatës kushtetuese dje ka qenë një vendim politik. Mos harrojmë që nga 8 gjyqtarë që janë, sepse duhet ishin 9, pikërisht për të ketë patur një vendimarrje të qartë, nuk e ka bërë kot ligji kushtetues 9 antar, kemi vetëm 8 antar. Nga 8 antar, zoti Balla, vetëm 7 prej tyre janë të gjithë jurist të ardhur karriere. Asnjë nuk është gjyqtar, vetëm zoti Beci është gjyqtar karriere, të tjerët janë jurist të propozuar. Unë po them punët që kanë bërë, derisa në marr, nuk kanë funksionuar si gjyqtar. Janë 2 vetëm magjistrat, i kanë mbaruar magjistraturën. Sa orë punë kanë? Jo fare, 0 në gjyqësor. Më fal zoti Balla, dhe kjo është gjë shumë skandaloze që ndodh vetëm në Shqipëri. Të kesh 8 gjyqtar elitar që gjykata kushtetuese, që duhet ishin koka në të drejtën kushtetuese, dhe vetëm një prej tyre të ketë karrierë në gjyqësor, të ketë strukturë mendimi për gjyqtari, dhe 7 të tjerë të jenë propozuar, ne dim shumë mirë nga filtra politik, patjetër që ata janë të komandueshëm dhe të cënueshëm. Unë të gjithën këtë, më fal, mund të duket si film thriller, e lidh të gjithën këtë që ka ndodhur dje në gjykatë kushtetuese, por edhe me atë që ka ndodhur sot dhe pak veta e din në Komisionin e Ligjeve në Parlamentin Shqiptar, janë të rrequr në ndryshimet në lidhje me ligjin e gjinisë dhe është rifutur prap. Pra janë të rrequr nga tërheqja, se një herë u tërhoqën nga gjinia 3, tani gjinia 8 është rikthyer prap. Është rikthyer prap sot dhe unë të gjithë të dyja këto i lidh vetë me intuitën time modeste dhe nuk them se është kjo, me takimin që ka bërë zoti Rama para 2 ditësh në Paris me Aleksandr Soros. Pasi mendohet që është një agjendë dhe është një qark i përcaktuar për të bërë këto manovra. Pastaj, tipari kryesor i politikës shqiptare është hipokrizia 1 dhe mos dëmsuria ndaj interesave dhe stabilitetit psikologjik dhe moral të këtij vendi dhe mendoj që kjo është arsyeja. Por s'duhet ngartrojmë në asnjë mënyrë që kjo çështje në gjykatën kushtetuese, se do të jap një kuriozitet, nuk ka lidhje fare me dosjen penale, edhe pse zoti Velia e ka çuar ndryshimin e masës së arrestit në gjykatë lartë. Prisida, tash ne jetojmë të vend, ne e dim shumë mirë çfarë ndodh të vend. Në të vend po të panë që po shkon poshtë, vjen gjithë këmbë në qafë. Po e panë, çfarë thash në editorial nuk po gënjej, po shikoja këtë Instagramin, gjitha zogjtë e velë Bashkisë Tiranës që kishin 9 muaj që kishin çep puplat, dje thrisin forca Lali. Ndërkohë që duhet ishin aty në momentin tim më të vështirë, jo në momentin tim më të mirë. Po tani ai ka zgjedhur ata njerëz dhe mirë. S'ka lidhje kjo me atë. Tani unë kisha kjo ndodh jo vetëm me Bashkinë e Tiranës, kjo ndodh edhe me ministrit, kjo ndodh edhe me qeverit, kjo ndodh edhe me partitë, përveç një partie. Ai e di. Pra ato meriton respekt. Ato meriton respekt, një person që është 81 vjeç dhe ves sot në rresh për 500.000 veta në Shqipëri, ai meriton respekt. Futen vlerë absolute. Se politikën futen vlerë absolute. Mu mos jesh dakord me të, s'ka lidhje fare. S'ka lidhje fare. Po një person që sot ishte shumë i shqetësuar për votat si kishte rrëshqit pak. Ajo do plasim me çik. Gjeografia e votave në gjykatën kushtetuese dhe pap e vuri fokusin ta kush është problemi? Problemi është Rama. Pra, dhe themi, zoti Berisha është njeriu më i qartë politikisht në këtë vend. Kur kupton çka ka ndodhur. Po edhe nëse nuk e bën vetë. Po ama mundohet ta kuptoj çka. Po edhe të marr masat që. Vetëm nuk ndet merr masat. Patjetër. Se e ka kuptuar që kjo është një betejë për të. Betejë kjo është për të është një betejë apo. Gjëja më e trishtueshme në gjithë këtë situatë është që ne merrem me pjesën e gjykatës kushtetuese, por nuk merremi se si
zoti Velia e arrin të bëj kurban dhe të sakrifikoj një kryeqytet të tërë dhe interesat e një populli të tërë përpara interesave të vogla, sepse këto janë momentet që janë si lakmus për të parë se sa personalitet dhe sa integritet ka një udhëheqës në Shqipëri. Patjetër që ai mund të ketë të drejtën e Zotit për të provuar pafajësinë e tjerë, por që nga momenti që ka 13 akuza të forta penale nga SPAK-u të quara në GJKK dhe prej 4 muajsh ai nuk shkon të përballet me këto vepra penale, me këtë dosje, por 1-2 gjen sebebe për të shtyr gjyqin, nuk është bërë asnjë seancë. Kemi 4 muaj që avokati i zotit Belia. Të drejtën taktike për të pasur taktika për të bërë kjo është gjë më e shumtuar e Berishës dhe Veliajt, se këtej çfarë nuk i thon shqiptarëve nga mëngjesi dhe kur është puna që të vërtetojnë që vërtet janë të përsekutuar politik, nuk shkojnë të përballen.